Benet Beci ka zgjedhur rrugën e shkurtër të përballjes me drejtësinë. Kryetari i Bashkisë Shkodër ka kërkuar gjykim të shkurtuar në gjykatën e posaçme për akuzat e SPAK për shkelje të barazisë në tendera në kohën kur drejtonte kesh. Kërkesën Beci e paraqiti përmes avokatit këtë të martë në seancën paraprake të procesit, ku nën akuzë janë edhe persona të tjerë, mes tyre edhe bashkëshortja e Evis Berberit. Gjykimi i shkurtuar nënkupton pranimin e akteve të paraqitura nga prokuroria pa hyrë në debat gjyqësor dhe në rast fajësie përfitimin e uljes me 1/3 e dënimit. Beci akuzohet se gjatë kohës kur drejtonte keshin bashkë me varësit ka kryer një procedurë prokurimi me vlerë 700.000 euro. Hetimi, i nisur kryesisht mbi bazën e referimeve nga Byroja Kombëtare e Hetimit, ka gjetur që dokumentacioni i tenderit dhe mënyra e zhvillimit të tij krijuan avantazhe të padrejta për një kompani të caktuar, duke cënuar konkurrencën e barabartë mes operatorëve. Në dosjen e timurit të SPAK përfshihen edhe komunikime të Benet Becit dhe Evis Berberit, në ato kohë me detyrë drejtori i Agjencisë dhe Eficiencës së Energjisë. Aty përfshihet edhe një komunikim ku Dritan Dakoli i dërgon shtetasit Evis Berberi një mesazh me përmbajtjen Harvardi për kesh. Më than, hidhi një sy. I thash këtë e kam bërë profesorët, çfarë mund të themi ne të shkretët me 2 klasë shkollë. Evis Berberi i përgjigjet me SMS me tekstin ha, kush ta çoi. Ndërkohë, prokurori i posaçëm ka kërkuar kalimin e dosjes për gjykim në seancë gjyqësore.